Prej gati një muaj, segmenti Morin Kukës tunel në rrugën e Kombit ka qenë në ndikimin e mjegullës së dendur. Kushtet atmosferike kanë mbetur pothuajse të pandryshuar gjatë kësaj periudhe, duke vështirësuar shikueshmërinë në rrugë dhe duke kërkuar kujdes të shtuar nga drejtuesit automjeteve. Megjithse mjegulla ka qenë e vazhdueshme, deri tani nuk raportohet për problematika apo ngjarje të ndodhura në qarkullimin rrugor. Sipas kompanisë mirëmbajtëse, gjatë ditës së sotme është vërejtur një ulje e densisë së mjegullës, por lagështia dhe ngricat mbeten të pranishme në asfalt. Për të garantuar qarkullimin normal, rruga monitorohet vazhdimisht dhe po kryhet hedhja e kripës si për automjetet e vogla ashtu edhe për ato të rënda. Autoritetet u kanë bërë thirrje drejtuesve të automjeteve të respektojnë kufizimet e shpejtësisë dhe të udhtojnë me kujdes pasi parashikimet sinoptike sugjerojnë rreshje bore në ditët në vijim. Drejtuesit këshillohen të pajisen me goma dimrore dhe zinxhir, ndërsa shërbimet e policisë rrugore dhe të autostradës janë të stacionuara përgjatë rrugës Kombit për të garantuar sigurinë e qarkullimit.